Përdorimi i tepruar i pajisjeve digjitale dhe ekspozimi gjatë ndaj ekraneve ka bërë që tek shumë fëmijë të shfaqet autizmi virtual, simptomat e të cilit janë të ngjashme me atë klinik. Por çfarë thonë ekspertët për këtë fenomen? Autizmi virtual, ndryshe nga i klinik, quhet autizëm virtual sepse shkaktohet nga teknologjia. Pra, oraret e zgjatura përpara ekraneve, kur përfshim telefonin, televizorin ose iPad, bëjnë që të kemi disa simptoma që mund të ngjasojnë me atë të autizmit klinik. Shenjat që ne mund të shikojnë mund të jenë mungesa e kthimit të kokës në rast se ne i thrasim në emër, mund të kemë vështirësi pra tantrume, ato që ne i quajmë shpërthime ose grindje të vogla, kur duan ta hanë ushqimin ose nuk duan të qëndrojnë ulur me prindrit, por duhet që patjetër të kenë telefonin ose tabletin përballë tyre për të bërë një aktivitet tjetër. Mund të kenë vështirësi në komunikim. Ndonjëherë nuk kemi dhe fare komunikim deri në 3 ose 4 vjeç, 2-3 varet në bazë edhe të kohëzgjatjes që kanë qëndruar përpara ekranit. Specialistët logoped shpjegojnë se autizmi virtual, ndryshe nga i klinik, mund të trajtohet. Ata këshillojnë prindrit që të reduktojnë sa më shumë fëmijëve kohën e qëndrimit para ekraneve dhe t'i angazhojnë në aktivitete fizike. Nëse kohëzgjatja nuk ka qenë shumë ndër vite, pra nuk ka qenë 3 vite ose 4 vite dhe nga 3-4 orë në ditë, mund të jetë edhe më e lehtë. Edhe në këtë rast ne prapë trajtojmë. Në fillim është këshillimi i prindit, pra mundohemi që të reduktojmë ose të heqim fare kohëzgjatjen në ekrane. Në kohën e reduktimit duhet të ketë patjetër edhe shumë stimuj të ndërveprimit me anë të lojës, kontaktit me sy, zërit, intonacionit të zërit, sepse fëmia me anë të këtyre mëson mendimin kritik, mëson se si të kontrollojë emocionet e tij, mëson se nga çfarë të marrë vërtet kënaqësi. Kënaqësia e vërtet për fëmijët e kësaj moshe duhet të jetë kur ne luajmë me dikë dhe ne duhet të japim diçka nga vetja jonë që ne të marrim këtë kënaqësi. E ndërsa 1 në 31 fëmijë po lind me çrregullime të spektrit të autizmit, kërkohet më shumë mbështetje nga ana e strukturave shtetërore për të gjitha ato familje që luftojnë me këtë çrregullim.